Ka qenë një ftesë shumë e shpejtë, domethënë që brenda 24 orëve mu taku dhe me vendos për pragën e pagës minimale nga ana e ish ministrit të financave. Ftesë të cilën ne kemi refuzuar si odë ekonomike, për arsye se kjo është një çështje që kërkon një studim edhe kërkon një hapësirë më të madhe që mu konsultu me anëtarët e odës ekonomike, po edhe me anëtarë që janë të odës ekonomike, për me po se çfarë ndikimi do të ketë rritja e pagës minimale. E keqja më e madhe e kësaj qeverie ka qenë që gjitha vendimet që janë marrë, që kanë prek biznesin, janë marrën pa një studim të hollësishëm dhe pa një konsultim me sektorin privat. Mirë po gjithmonë biznesi është befasu. Ne nuk jemi kundër rritjes së pagës minimale, ne jemi për me bërë një studim, jemi për me konsultu dhe me dhënë hapësirë biznesit që me ardhë me një, si me thonë, një qëndrim ose me një vendim konkret me propozim se sa duhet jetë paga minimale. Tani ne nuk po thomi që paga minimale e propozum prej 427 euro që është e lartë apo e ulët. Ne mendojmë që nëse na kishte dhënë hapësirë dhe kohë me analizu dhe me shku me një propozim konkret të qeveria sa i përket pagës minimale, ndoshta kishme qenë edhe më lartë se 425. Mirë po, është një shqetësim të biznesi që po mirë mendimet kaq shpejta, brenda natës, pa konsultim dhe që plotësisht fushata dhe ne kemi qenë kundër, kemi marrë pjesë ndakim, edhe jemi plotësisht kundër, kemi kërkuar që qeveria duhet më konë funksionale në kuptimin që plot, për me dalë një vendim i tillë, jo më marrë në këtë periudhë ku edhe qeveria është qeveri në detyrë, ministrat janë, shumica për tyre janë bërë deputet, domethënë nuk ka asnjë logjik periudha kur po merret ky vendim, domethënë është ku që po bëhet puro për fushat politike. Në takim që kemi mbajtur sfundi si Këshilli Ekonomik e Social me ministrin Murati, unë kërkesa ime ka qenë që paga minimale duhet jetë 600 euro, por ai ka dalë me propozim tinej që duhet jetë 500 euro dhe me këtë propozim faktikisht ka shku në qeveritë Kosovës. Dhe pas shkuarjes atje, tani ka dalë opsioni që 500 euro ose më themi me kategorizime, 425 nga 1 janari dhe 500 nga 1 korrikut. Them të drejtën, sot paga minimale nëse marrim kostën e shpenzime për 4 anëtar të familjes, atëherë gjithçka që të mbetet 800 euro paga minimale, faktikisht nuk i mbulon shpenzimet. Megjithatë, tani kemi të lashe sepse me edhe në të kaluarmen, edhe në moment kur në kushtin e vitit të kaluar, kryeministri mori vendim që paga minimale të jetë 350 euro, ajo edhe sot nuk po zbatohet. Në fol në realitet nga gjendja në tregun e punës, unë mund të them me siguri se shumica e sektorëve industriale ose sektorëve që kosovarët punojnë, tani pagë minimale nuk ka në 500 euro, pagë reale. Mirë, por nëse rritja vërtet është bë në momentin e fundit, tash mund të interpretohet pse është prit bë tashmë nuk është bë më herët. Por paga minimale, edhe kur caktohet në mënyrë ligjore, sikur tash këtë rast nëse është një vendim i tillë, nuk do të thotë që ka më pas një ndikim direkt në përcaktimin e çmimit të tregut punës, sepse çmimi i punës veç ka ik manal se është ai. Ekziston vetëm një rrezik, nëse ka dikun që paguon njerëzit më pak, mund t'i fusë një informalitet.